Ka nisur edhe në Spitalin Rajonal të Vlorës fushata e vaksinimit antigrip për sezonin 2025-2026. Vaksina konsiderohet si mbrojtja më efikase kundër virozave respiratore që qarkullojnë në stinën e vjeshtës. Një risi këtë vit është edhe mundësia që qytetarët të zgjedhin vendin dhe kohën e vaksinimit përmes platformës e-Albania. Mika ginekologe Sofi Kallxherila u shpreh se vaksinimi ka nisur fillimisht me personelin mjekësor, ndërsa po kryhet edhe për pacientët dhe gratë shtatzëna. Sipas saj, vaksinimi i këtyre grupeve është sidomosdoshëm për të shmangur komplikacionet që mund të shkaktojnë viruset e gripit. Në informacionin që kemi marrë nga instancat tona, ka filluar vaksinimi kundër gripit, i cili është shumë i rëndësishëm, sepse po shikojmë raste që po na vinë të cilat janë pa vaksinuara vitin e parë. Kështu që është shumë i rëndësishme kjo për të parë që ta kalojnë sa më mirë gripin. Si personel kemi filluar, kemi ditë e 4 sot, po themi që jemi afër 78% të personelit është vaksinuar. Detyra jonë është të sensibilizojmë dhe sidomos gratë shtatzana që kanë çik frikë nga këtë gjë, duhet të vaksinuar sepse një grip është goxha i vështirë dhe i rëndë se sa një vaksinë. Ne këto që kemi këtu, sepse ne jemi ambient spitalor, mundohemi të themi sa mirë është që ti të vaksinohesh, pse jo, por ajo pasaj është në vullnetin e gruas për ta parë këtë si opsion për mirë ose jo. Vaksinimi të sjell të mira që edhe sikur të zerë gripit e kalon shumë lehtë ose nuk e kalon fare, se sa të zerë një grip me disa shtame virus që qarkullojnë që njëri mund të jetë më i ndryshëm nga tjetri dhe në një grua shtatzan që është delikate, klinika është goxha më e avancuar. Autoritetet shëndetësore theksojnë se përveç moshës mbi 65 vjeç, vaksina është e rekomanduar për të sëmurët kronik, personat me probleme kardiovaskulare, pulmonare dhe renale, si dhe për fëmijët mbi 6 muajsh.